Dhjetra banor të Mirditës, Matit dhe Dibrës u mblodhën në një protestë për rrugën Perlat-Lur, investimi nisur 3 vite më parë por që ende nuk ka përfunduar. Protestuesit u mblodhën në vendin e quajtur Livadhi Turkut, aty ku nisi rruga Perlat-Lur. Rruga dyti ishte asfaltuar, por punimet kanë mbetur në vend numero. Protesta e thirrur nga shoqëria civile mblodhi dhjetra banor të zonave Mirditë, Mat dhe Dibër. Protestuesit kërkuan që autoritetet të ndërmarrin hapa ligjor ndaj firmës, e cila po zvarrit përfundimin e projektit. Ata thanë se protestat e tyre nuk do të ndalen, por do të përshkallëzohen me bllokim të rrugës së Kombit dhe do të zhvendosen deri në Tiranë. Protesta u mbyll pa probleme, ndërsa u monitorua nga policia lokale. Fondi prej afro 12.6 milion euro për këtë vepër, që do t'i shërbente shumë zhvillimit të turizmit në Lur, është një donacion i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, i përfshirë nga Qeveria Shqiptare në programin për zhvillimin e infrastrukturës dhe turizmit në Shqipëri nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Se jemi pjesë e territorit Shqipërisë. Pjesë e territorit Shqipërisë. Na i morën mineralet e nën tokës, na i morën ujrat, na i morën malet tona, tash çdo na marrin tjetër, një copë rrugë që lidh 2 krahina, që lidh qarkun e Lezhës dhe të Dibrës, që në vendet e përparuara janë projekte prioritare, që i zhvillojnë një ndër vishet më të bukura të Shqipërisë Veriore, me liçejt e Lurës, me krojet, me ujvarat, me kullat tona që i dhanë shumë visarit tonë kombëtar. Pra ne jemi këtu, t'i kërkojmë qeverisë shqiptare, mos tallet me ne me këto qëndrime për buse, me këto fondet skandaloze për një segment të tillë. Pra ne jemi këtu për të dëshmuar se ne do t'i shkallëzojmë prap protestat tona në rrugën e Kombit edhe më tej. Mos u mashtroni, nuk e di ka keni frikë mor burr. Pse keni frikë? Me protestu për rrugën e kalamajve tuj. Qa është kjo frikë? Keni qef me shkue të Laknuri, të Tepsia, qa është do frikëna? Po dalim për fëmijët tonë, as për PD, as për PS, as nuk në anirë për këto parti. Fare, po mberë një pjesë, është trishtim këtë lloj mënyre. Apo keni frikë se do t'ju nxjerrin prej pune, zdo ta mberë një 400.000 lekëshin. Apo të firma që banim ato tendera, të nderima, qa jeni, a keni frikë se nuk do t'ju votojmë, as një vot nuk e keni. Mos të vije në zonë tona, as një lloj deputeti, i çdo lloj ngjyre se nuk keni as një vot. Na keni mashtru tash 30 vjet edhe marru qot. Turp keni, në këto rrugë që na keni lanë, në këto vështërsi të jashtëzakonshme të fshatit.